Keni UÇK! 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 Po kjo protestë si çdo që është njoftuar ditë më parë, është protestë kështu direkt kundër gjykatës speciale të Hagës, e cila po i mbon padrejtisht kret e ushtrisë lindore të Kosovës, që gati 5 vite paraburgim, që është një paraburgim i stërgjatur. Dhe në raport me këtë proces gjithësor që është shumë i padrejt, unë mund të them lirisht që nëse bashkësia ndërkombëtare apo drejtësia ndërkombëtare ka zonë thunë herë me drejtësinë, këto është padrejtësia më e madhe deri më tani. Edhe lirisht mund të themi që ky është një turp i madh i gjykatës speciale të Hagës. Është një protestë gjithëpopullore, një protestë për të cilën duhet të bashkohet të gjithë shqiptarë nga të gjitha viset, nga se janë ka dënuar në Hagë padrejtisht udhëheqësit kryesor të luftës çlimtare të Kosovës. Një padrejti që po i bën çdo herë shqiptarëve. Ishim të okupuar. Andaj patjetër na u dashte të rrokmi armët se askush nuk e do luftën, po na u imponue. Ne jemi viktimë e Serbisë, e dhunës e presionit, ndërsa sot dhuna dhe presioni nuk dënohen, ndërsa dënohet viktima. Kjo është fatkeqësia më e madhe. Uroj që këto burra që janë Hagë ato, burrat e Kosovës, të jenë sa më afër neve sa më shpejt. Kem marrë nga hënia e lezit në sheshin e Tiranës, sheshin Skënderbeu për të protestuar për çlirimtarët tonë të cilët mbahen padrejtisht në gjyqin e Hagës. Kena orë veç me kry një obligim, që e kem ma mërmenja çdo qytetar në Kosovë e ka obligim me bo diçka shumë e vogël çka kanë bo ata për neve, çlirimtarë. Do me thonë, kem orë me bo thirrje me mindalumo ato gjona, ato skema të racistave, të Rusisë dhe të Serbisë që e në të bo në Hagë. Mindalu. Edhe si krejt qytetarë tjerë, kena ormi për krahë çlirimtarët e tonë, se ata janë konë çlirimtarë, nuk kanë shku kërkën me luftu të shtëpia vetë ose në qëtër shtetë. Janë mundu për vendin e vetë. Na jena ardhë pej Parisi, jem nga Skënderaj, për protestën kundër Hagës që ne ka në zonë peng që 5 vite çlirimtarët. Inshallah bëhet më mirë. E falenderojmë Edi Ramën që na ka dhënë shumë përkrahje. Presim që t'i kallëzojmë Bashkisë Evropiane që ata çlirimtarë që janë duke mbajtur në Hagë janë të pafajshëm dhe janë në përkrahjet e tyre në gjithë veteranët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Sot janë pjesëtarë i ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe janë pjesëmarrës në luftën për Prishevë, Bujanovë dhe Medveç. Dhe kemi dhënë të japim kontributin tonë dhe zërin tonë që jena së bashku me çlirimtarët. Prej kësaj proteste lypëm me na lirue e prarë tonë të UÇK-s, që janë bonën ata janë kryesorë që kanë shliruar Kosovën me ushtarë. Edhe mohen padrejtisht në Hagë.